se këtu nuk e privatit, po e mban vetë se quhet siguri kombëtare. Dakord? Po, logjikisht. Dakord? Po është atje. Është atje, është e shkruar. E të tjera. Pra nuk është publiku e percepton më lehtë çfarë kuptimi ka. Ne edhe kështu se i kemi burgjet, nuk po i arrim ti kontrollojmë dot. Imagjino ti lini privatit. Por mbetjet, se nuk u fol fare. Është folur në edhe mbetjet do jenë gjitha. Në fakt, derën për këtë gjë kanë hapur dy projekt ligjet, tashmë dy ligjet për mbetjet, që menaxhimin e integruar dhe përgjegjësinë e zgjeruar të gjenerozëve të mbetjeve. Dhe një ndër pikat që kam ngritur është, ore, si ka mundësi? Mbetjet janë fusha që synohen nga mafia më e rrezikshme, është mafia e mbetjeve. E ka provuar në Kuriz Italia e viteve 70-80. Nëse ne hapim derën kaq shpejt, kur ne dhe inspektorët tanë korruptohen për 2 lekë, ose vinë dhe duan të korruptohen. Dhe nuk kemi një trup inspektuese të cilët ne mund të themi kjo trup inspektuese e bën punën. Ky shtet është rënuar në këtë kuptim. Pra korrupsioni këtu është bërë modus vivendi. Atëherë si ka mundësi që ne hapim derën? Patëm një skem si ajo e menaxhimit të mbetjeve versus incinerator që nuk ekzistonin. Pra e kuptuam dhe se si mund të shkonte historia. Ju keni mbetjet ende në det. Sepse nuk i sjell as prokuroria, as qeveria të kuptojmë çfarë mbetjes së rrezikshme ka atje. Ka një vit e gjysmë me shpresën që ky debat do harrohet. Ai debat s'ka vërtetuar ndonjëherë. Pra, si është e mundur që i hapim dyert për zona kaq të rrezikshme, kur nuk e kontrollon do shteti, imagjino. Ju çfarë kuptoni? Jo, këtu shteti përpara. Këtu shteti për pasurim, shteti po thotë që unë nuk e menaxhoj dot këtë dhe hajde t'ja japim atyre klientëve të qeverisë. Shteti është duke thënë që kjo është llokma e radhës dhe merret ti dhe punohet duke hequr dorë. Ju e dini që dikur përpara 5 vitesh apo 6 vitesh ka qenë koncepti i qeverisë Edi Ramës për të dhënë me koncesion mbledhjen e TVSH-s. Po, e kemi diskutuar gjerësisht në këtë studio, si jo, po tjetër. Imagjinoni pra. Tani, kuptoni se çfarë jemi duke folur? Kthehemi në standardin e vendeve të Bashkimit Evropian. Kush janë fushat që ato japin në koncesion? Po sigurisht ka fusha që japin me koncesion. Shërbime publike, edhe qoftë edhe ndërtimi infrastrukture. Po shteti nuk mund të heqë dorë nga arsyeja pse ekziston. Dhe arsyeja pse ekziston shteti është ligji, rendi dhe ofrimi i shërbimeve. Qoftë ti heq dorë nga ofrimi i gjithë shërbimeve, atëherë ti kot ekziston. Jep edhe ushtrin me koncesion, jep edhe policin me koncesion, sepse këtu shkojmë apo jo? Atëherë po çfarë duhet kryeministri? Ku shndron rreziku këtu? Të ndalemi pak tek rreziqet në vetvete. Sigurisht se cila prej kontratave do thoja unë meriton një analizë më vete, po them në tërësi si filozofi. Fakti që këto që tham, këto shërbime që përmendëm, ato që përmenda unë dhe që përmendet ju, jepen gjitha me PPP. Ku shndron rreziku? Pra ku shkon ekonomia? Nuk e di. Ku e shihni ju shqetësimin më të madh? Ka disa lloj shqetësimesh. E para nga për vetë tendencën këto kontrata janë ekskluzive. Çka do të thotë që në një farë mënyrë risku që merr përsipër partneri privat është pothuajse minimal. Pra janë të ardhurat garantuara. Pra ti e shpërndan ekonominë, e jep me llokma dhe këta janë njerëz potencial pastaj me potencial ekonomik, lekët e tyre është e provuar tashmë, përdoren për të paguar dhe nuk ndodh rotacioni herën e parë, nuk ndodh herën e dytë, nuk ndodh herën e tretë. Problemi kryesor që ka shoqëria shqiptare është që rotacioni nuk ndodh për shkak, jo për shkak të meritës Partisë Socialiste apo mrekullive që ka bërë qeverisje, po për shkak gjithë faktorëve tjerë, parave të krimit, parave të njerëzve që kanë marrë. Tani, ku shkojnë paratë e check-upit? Paratë e check-upit ku shkojnë? Paratë e sterilizimit ku shkojnë? Në parim tek klientët, po ne nuk e dim se ku shkojnë ato. Po nuk është kështu. Të jeni sigurt që shkojnë diku për të financuar një pjesë e tyre, për të financuar të gjitha operacionet elektorale të partisë në pushtet. Të jeni sigurt për këtë gjë. Kjo ndodh me të gjitha llojet e koncesioneve. Kjo ndodh me gjithë, po pse rritet 2 fish dhe 3 fish çmimi i kilometrit të rrugës ndërtuar në Shqipëri, të autostradës? Ku shkon te Prica? Te Prica nuk futet në xhep privatit, ma. Ajo është një argë veçantë që përdoret para për zgjedhjet e